Linda, e ke pa tash mia, zgjot më nxez shkollë, nëse si lem pare për shkollë, Jo, ti vërë të retur. gjyrminara si shtramt. Atë fillon interesi, prej si fëmijë. E lema tani kur të rritet Po si mosh pas juve madhore. është gabim që prindrit presin nga djalit mos ndohet kur nga shtëpia. Po pa tjetër gabim është. Du të me kuptu. Dhe që një kolegë që ishë në një intervjisë, kjo kolegja din, a i tha, ma mirë me unda, me jetu plumëtër, se sa me jetu këtë familja madhe bashkë, nështë nuk flasin njani me tjetrit. Aty nuk ka kur farë harmonie në familje. Unë personalisht kisha thane që kër është mundësia munda, se e diskutume dhe pak ma përpara, do shta një familje që janë 2-3 vlezër, edhe s'ke shpi, me një dhomë ku dëmisht nuk të këtë familjen, me fletë në salona, apo kupton. Do shta këtë për rrethonave, arsyes, edhe kushtet ekonomike, janë të mira. Pse mas munda? Ndaju se të në shtëpi. Edhe ka pasur sukses. Njerëzit, do të thënë çifte që janë ndarë që në fillimet shumë më mirë kanë kaluar me vjehrat se me atë që kanë nejtë bashkë. Apo kupton. A më prap dikush po jetë bashkë? Po jam këtë dakord aty. Nëse 2-3 vllazni ndon, 2 ndon, një prap do të më met. E po çaj Nuk pritojnë me të lanë mundo kur janë 3. Bravo. Diçka unë kam një shembull. Për shembull 87 vjeçar ka ndru jetë baba im. 83 ka nona im, stash ku shkojnë e la për shembull. Jo, absolutisht. Ose ti shakon, po zon veç në bërë me kon ti s'munësh me shërby që shdohet, e lej mo me kon